Ndërkohë që për shenjën e binjakëve. Shenja e binjakëve deri ditën e shtunë është vërtet shumë aktive. Dita faktikisht do t'i këshilloj që t'jem pak më të vëmendshëm, do t'jetë dita e premte, sepse do të kemi Mërkurin drejtuesin e tyre në takim ose më do të jetë tek grada e fundit e shenjës së Tashit. E grada e fundit e shenjës së Tashit na bën ne vërtet shumë impulsiv. Këtë normalisht do ta ndjejmë të gjithë, por për shenjën e binjakëve, duke qenë se janë të drejtuar prej Mërkurit, do ta ndjejnë shumë herë më tepër, mund të kenë një komunikim jo të duhur, në të njëjtën kohë mund të përcjellim informacionin në mënyrë pak më agresive se çfarë duhet, mund të ndihemi pak më ose në disa raste mund të jenë dhe jo korrekt dhe punës së tyre ndaj partnerëve të tyre sidomos. Por në qoftë se për shenjën e binjakëve, arrim që të jemi pak më të kujdesshëm, pra edhe në fjalët që japim. Në të njëjtën kohë edhe në lidhje me përdorimin e energjisë gjatë gjithë kësaj jave, mund të jemi vërtet shumë aktiv në shoqëri, gjë që do të na bëjë vërtet shumë mirë për të krijuar një farë stabiliteti në jetën tonë të përgjithshme. Një këshill tjetër që do të jetë për shenjën e binjakëve është që të kujdesen pak më tepër për shëndetin gjatë kësaj jave, sepse mund të kemi, kjo në të vërtetë është një ndikim i përgjithshëm, por shenja e binjakëve do të ndjej pak më tepër, mund të kemi probleme me ajrin, mund të kemi një ajër shumë të ndotur. Nuk po flas për polene, po them ajri mund të jetë shumë i ndotur, me pluhura, dhe kjo mund të bëjë shenjën e binjakëve që të jenë pak më të ndjeshëm për sa i përket mushkërive. Kjo është pjesa ku ata jam automatikisht më të ndjeshëm, prandaj përmendet tek ta, do e them edhe në fund në mënyrë që ta kuptojmë